Dy nga konfliktet më të përgjakshme të kohëve moderne janë ata mes Rusisë dhe Ukrainës dhe Izraelit dhe Gazës. E rëndësishme në këto dy konflikte është cili është qëndrimi i Shqipërisë. Shqipëria ka bërë të qartë qëndrimin e saj në të dy rastet. Në rastin Rusi-Ukrainë, ajo është rreshtuar hapur në mbështetje të Ukrainës. Një qëndrim i tillë vjen edhe si pasojë e aleatëve të saj strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Edhe në rastin e konfliktit mes Izraelit dhe Gazës, Shqipëria është renditur në anën të Izraelit, duke qenë sinkron kryesisht me qëndrimin e aleatit më të madh strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ndërsa në konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës ekziston tashmë një marrëveshje për paqe e firmosur edhe nga fuqitë e mëdha, në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës ende nuk po gjendet një zgjidhje konkrete. Duke analizuar këto dy raste dhe zhvillimet të ndodhura rreth tyre, arrihet në një konkluzion. Bota po hyn në një rend të ri botëror. Në njërin krah qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj, ndërsa në krahun tjetër qëndron Kina, Rusia, India dhe aleatët e tyre.